Zoti tregoi fjalët e dy burrave që kishin frikë Zotin dhe mbi të cilët Zoti kishte bërë mirësi, por të treguar edhe fjalët e Beni Israilve. Zoti urdhëron e thot: Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Beni Israilët than: O Musa, ne kur nuk do të hyjmë atje derisa ata dhunuesit të jenë aty. Prandaj shko ti bashkë me Zotin tënd që të luftoni me ata, kurse ne po qëndrojmë këtu. Shpjegime. Në tefsirin Hazin tregohet se fraza shkoti bashkë me Zotin tënd që të luftoni me ata mund të jetë kështu: shkoti bashkë me ndihmën e Zotit tënd, mund të jetë edhe kështu: shkoti bashkë me vllain tënd Harunin dhe luftoni me ata. Fjala Rabb ka edhe kuptimin i madh. Pra ata donin të thoshin shkoti bashkë me vllain tënd që është më i moshuar se ti, ose qëllimi i tyre mund të jetë i drejt për drejt. Atëherë kuptimi është: shkoti o Musa bashkë me Zotin tënd dhe luftoni me ata. Atëherë vetë kuptohet se Beni Israilët e besonin Zotin si trup, çka është në kundërshtim me besimin e vërtet. Ata njerëz që besojnë se Zoti është trup quhen mujassime dhe nuk numërohen mysliman. Niametullah Efendiu thotë se qëllimi i Beni Israilëve ishte për t'u tallur me të madhin Musa, duke shfaqur mosbesimin e vet në të dhe në Zotin e vërtet. Kështu ata donin të thyenin besën dhe të hiqnin dorë nga lufta e të riktheheshin në Egjipt. Zoti, për të treguar edhe mendimin e fundit të Musait kundrejt kryengritësve të kombit të vet, urdhëron e thot: Qale Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bain al-qawmi al-fasiqin. Kur Beni Israilët e kundërshtuan hapur urdhrin e Zotit, Musa i tha: Zoti im, unë nuk kam asgjë përveç vetes dhe vllait tim. Prandaj o Zot, bëj dallim në mes nesh dhe kombit kryengritës. Pra o Zot, na jep ne të dyve atë që meritojmë, jepi edhe kombit kryengritës ndëshkimin që meriton. Shpjegime. Në tefsirin Hazin thuhet se i madhi Harun, megjithëse ishte më i madh në moshë se Musai, për çështjet e luftës dhe për çështje të tjera me rëndësi i bindi të madhit Musa. Prandaj Musa i thot: unë nuk kam asgjë përveç vetes dhe vllait tim. I madhi Musa kishte edhe besnik të tjerë për punët e luftës, si Jushan dhe Kilabin, por me që besimin më të madh e kishte te Haruni, ka përmendur vetëm emrin e tij. Mundet që Musai me vllain e vet është për të gjithë vëllezërit e fesë së tij. Atëherë, në fjalën vëlla, hynë të gjithë ata që ndiqnin të madhin Musa. Lutja e të madhit Musa në atë mënyrë tregon se kombi i tij kishin rënë aq shumë shpirtërisht sa nuk i dëgjonin më këshillat e tij. Zoti, për të treguar se ai e pranoi lutjen e të madhit Musa, urdhëron e thot: Qale fa innaha muharramatun alejhim 40 sana yatihuna fil ardi fala ta'sa lil qawmi al fasiqin. Zoti i tha dhe ai vend është ndaluar për ta 40 vjet. Gjatë kësaj kohe nuk do të kenë mundësi të futen aty që të bëhen zotërues të atij vendi. Ata do të enden të habitur në shkretë të tira në Tihit dhe ti o Musa mos u hidhëro për vuajtjet e kombit kryengritës. Shpjegime. Interpretuesit e Kuranit thonë se shkretë të tira e Tihit në atë kohë ishte një vend me përmasa 30 me 60 km2. Beni Israilët që kanë qëndruar aty ishin si të burgosur dhe ishin 600.000 luftëtar. Zoti i burgosi Beni Israilët në atë fushë të gjerë 40 vjet për t'i ndëshkuar për kryengritjen që bën. Zoti ndaloi ata aq gjatë në atë vend që të vdisnin frikacakët e rritur në Egjipt dhe të lindte brezi i ri i rritur trim në liri të plot. Po Musa e Haruni bashkë me besnikët e tjerë a kanë qëndruar në atë fushë 40 vjet apo janë ndarë nga Beni Israilët? Meqense Kurani për këtë çështje hesht, interpretuesit e Kuranit kanë shprehur mendime të ndryshme. Disa kanë thënë se Musai me besnikët e vet shkuan dhe pushtuan qytetin e Reiha dhe kanë qëndruar aty derisa janë plotësuar 40 vjet. Të tjerë kanë thënë se Musai me shok kanë qëndruar në fushën e Tihit, por Zoti u ka hequr atyre mërzinë atij vendi. Thuhet se i madhi Musa ka ndruar jetë në atë fushë një vit pasi kishte ndruar jetë Haruni. Kur Musait i është afruar vdekja, pejgamber është bërë Jushai, i cili ishte djali i motrës së Musait. Më pas i madhi Jusha ka luftuar me sunduesit e tokës së shenjtë dhe i ka mundur ata. Fundi i ajetit thot: mos u hidhëro për vuajtjet e kombit kryengritës. Kjo thekson se njeriu nuk i lejohet të hidhërohet kur shikon ndonjërin që vuan ndëshkimin e fajit të vet. Zoti i tregoi sjelljet e dobta të Beni Israilëve kundrejt Musait për të treguar edhe se si janë vrarë dy djemt të Ademit, vlla me vlla prej Smirës. Allahu urdhëron e thot: Watlu alejhim naba ibn Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin.
I dashurim këndoju atyre me të drejtë ndodhinë e dy bijve të Ademit, kur ata përgatitën kurbanet dhe ju pranua vetëm njërit. Ai të cilit nuk ju pranua kurbani, i tha tjetrit të cilit ju pranua patjetër që do të vras. Ai të cilit ju pranua kurbani tha, Zoti pranon vetëm kurbanin e atyre që ruhen prej fajesh. Lein basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadayya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Nëse ti e shtrin dorën tënde për të më vrarë mua, unë nuk jam dorështrirës për të vrarë ty, sepse unë kam frikë Zotin e të gjitha botëve. Shpjegime. Mufesirët, interpretuesit e Kuranit, kanë thënë se fjala Abit e Ademit në këtë ajet është për dy djemtë e tij, Kabil dhe Habil. Të madhit Ademi lindnin fëmijë, binjak, djalë vajzë. Djalin që kishte lindur një vit më parë martonte me vajzën e lindur një vit pas tij, dhe djalin që kishte lindur një vit më pas martonte me vajzën e lindur një vit para tij. Mirë po motra që kishte lindur binjake me Kabilin ishte e bukur dhe ky nuk deshi që atë ta merrte Habili dhe tha, binjaken time e dua për vete dhe Habili let marr binjaken e vet, ndryshe nuk pranoj. I madhi Adem e këshilloi Kabilin, por këshillat e tij nuk sollën dobi. Së fundmi me urdhrin e Zotit dy djemt u detyruan të bënin nga një kurban dhe kujt i pranohej kurbani do të martohej me binjaken e Kabilit. Habili ishte e baridelesh dhe zgjodhi për kurban delen më të mirë. Kabili që ishte bujk zgjodhi grurin me cilësi më dobët dhe solli për kurban. Në atë kohë ishte zakon që kurbanet liheshin në fush derisa të binte ndonjë rufe prej qielli dhe t'i diqte. Nëse rufeja nuk e diqte kurbanin, merrej vesh sa i kurban nuk ishte pranuar te Zoti. Rufeja qëra dogji kurbanin e Habilit dhe jo të Kabilit. Në këtë gjendje, Kabili e friksoi Habilin me vrasje. Habili u mundua ta sillte të vllain në udhën e arsyes duke i thënë: "Un kam frikë Zotin dhe nuk e shtrit dorën për të vrarë ty." Fjala e tij s'ka bërë dobi. Atëherë i ka thënë edhe fjalët që vijojnë. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Unë dëshiroj që ti të kthehesh para Zotit me fajin tim në shtëpinë dhe me fajin tënd dhe kështu të bëhesh prej atyre të xhehenemit. Ky është ndëshkimi i keqbërësve. Shpjegime. Dihet se në ahiret i dëmtuari ja merr të mira dëmtuesit për aq sa të jetë dëmtuar në dynja. Nëse dëmtuesi nuk ka të mira që ta zhdëmtojnë të dëmtuarin, atëherë dëmtuesit përveç fajeve të veta i ngarkohen edhe fajet e të dëmtuarit dhe kështu ai bëhet prej atyre që do të qëndrojë gjatë në zjarrin e xhehenemit. Këtë deshi i kujtonte Habili vllait të vet që t'i zbuste zemrën dhe të hiqte dorë prej vrasjes. Mirpo lakmia e madhe në gruan e bukur dhe smira që kishte Kabili bën që ai të haronte ndëshkimin e ahiretit dhe të guxonte të vriste vllain e vet. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Nefsi ja lehtësoi atij vrasjen e vllait të vet dhe ai e vrau atë e u bë prej atyre që nuk do të kenë lumturi në të dyja jetët. Shpjegime. Thuhet se posa Kabili vrau vllain e vet i është nxirr fytyra. I madhi Adem e ka kuptuar ngjarjen nga fytyra e Kabilit dhe e ka pyetur atë ç'u bë Habili. Ai është përgjigjur: "Unë nuk jam dorëzanës i tij." Ademi i ka thënë: "Ti e ke vrar Habilin, prandaj të është nxirr fytyra." Kabili është larguar nga jati dhe ka zënë vend në Aden të Yemenit. Mirpo djalli i mallkuar përsëri e ka mashtruar Kabilin duke i thënë: "Vllai yt adhuronte zjarrin, prandaj zjarri dogji kurbanin e tij." Kështu i ka mbushur mendjen atij që edhe ai ta adhuronte zjarrin. Thuhet se Maxhusi, adhuruesi i zjarrit i parë, është Kabili.